të vrarë brenda në makinë burrë e grua. A2CNN ka mësuar se kanë qenë mbi 30 plumba të qelluar drejt makinës së Kreshnik Mujecit dhe gruas së tij. Kolegu Igli Çelmeta ndodhet në vend ngjarje. Igli, të përshëndes. Çfarë dim deri më tani? Përshëndetje Adelina, ndodhemi në vendin e ngjarjes në dalje të fshatit të Ballldren, pra në rrugën Ballldren-Torovic, aty ku ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë, pra një atentat ku prej këtij atentati mbetën burrë e grua të vrarë, pra shtetasi Kreshnik Mujeci, 39 vjeç, banues në Torovic, pra dhe bashortja e tij Gentiana Mujeci, 32 vjeçë, gjithashtu banuese në Torovic. 39 vjeçari dhe bashortja e tij po lëvizin me një automjet tip Audi Q7, siç duket edhe nga pamjet e drejtpërdrejta që përcjell operatori i A2CNN Endrit Aga. Ky është automjeti Audi Q7 me të cilin lëvizin pra dy viktimat. Siç duket nga pamjet, automjeti është i bërë shosh nga plumbat, ku nga verifikimet paraprake, sipas grupit hetimor, është qelluar mbi 30 plumba në drejtim të makinës ku udhëtonin pra burr e grua. Sipas verifikimeve dhe hetimeve paraprake nga grupi hetimor, dyshohet se autorët kanë lëvizur kanë vepruar me dy automjete, pasi kanë vëzhguar dhe monitoruar pothuajse të gjitha lëvizjet e viktimës ditën e sotme. Kujtojmë faktin që ngjarja ka ndodhur pak minuta larg me banesën pra ku banonte viktima Kreshnik Mujeci dhe siç duket pra autorët kanë vepruar me detaje, duke monitoruar çdo lëvizje pra të presë së tyre, pra të atentatit të 39 vjeçarit Mujeci dhe bashortës së tij Gentiana Mujeci. Ende policia nuk ka prova për automjetin cilët kanë përdorur pra autorët, edhe pse në vendin e ngjarjes ka kamera sigurie në një banesë private, pra zona ku ka ndodhur ngjarja, pra rruga Ballldren-Torovic, ka kamera sigurie të cilat mund të ndihmojnë grupin hetimor pra për identifikimin e automjetit, pra të dy automjeteve të përdorur pra nga autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Sa i përket viktimës Kreshnik Mujeci, dhe është një personazh jo i panjohur për drejtsinë shqiptare, por edhe për policinë e shtetit, rezulton me precedent të mëparshëm penal. Madje Kreshnik Mujeci, sipas të dhënave zyrtare nga autoritetet, është arrestuar në vitin 2016 së bashku me vëllain e tij për vrasjen e Genc Mehillit. Më pas në vitin 2018 gjykata e shkallës së parë në Shkodër e shpalli të pafajshëm për këtë vrasje, duke pretenduar për mungesë provash, por në 6 nëntor të vitit të 2019 gjykata e apelit në Shkodër vendosi të mos pranojë ankimimin e prokurorisë për vendimin e gjykatës së shkallës së parë, ndërsa gjykata e lartë e ktheu pra çështjen për rigjykim më datë 30 tetor të vitit të 2024. Por policia po heton të gjithë pistat për këtë ngjarje të rëndë, po hetohet edhe pista e konflikteve të fundit të mundshme të 39 vjeçarit Kreshnik Mujeci, i cili dyshohet se ka qenë i përfshirë edhe në aktivitete të tjera të palishme në fushën e narkotikëve, por edhe konflikte të tjera të mundshme pra të ndodhur midis viktimës dhe personave të tjerë që ky i fundit mund të ketë pasur konflikt. Pra ende nuk ka një pistë të qartë për policinë e shtetit, po hetohen pothuajse të gjitha pistat, pra pista e hakmarrjes në ngjarje të largët të vitit 2016, por edhe përfshirja në aktivitete të palishme të 39 vjeçarit pra Kreshnik Mujeci. Si duket nga pamjet e drejtpërdrejta që përcjellet televizioni A2CNN, ende grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes duke bërë mbledhjen e prova materiale me qëllim zbardhjen e këtij atentati të rëndë, i cili ka ndodhur në një orar pra në mes të ditës, pra rreth orës 14:50 në dalje të fshatit të Ballldren pra në Lezhë, një aks rrugor ku ka qarkullim të vazhdueshëm të automjeteve dhe ka banesa afër. Pra siç duket nga pamjet pranë vendit të ngjarjes, aty ku ndodhet dhe automjeti i viktimës, një automjet tip Audi Q7, ndodhen edhe biznese ngjitur, por edhe banesa pra të banorëve të zonës, çka e bën më të lehtë zbardhjen e ngjarjes për grupin hetimor me qëllim pra verifikimin e pamjeve të sigurisë në rrugën Ballldren Torovic, me qëllim pra identifikimin e autorëve, që ndodhen rëndom në çdo ngjarje kriminale në vendin tonë, kur ka atentate të tilla, gjithmonë
Pas disa minutash kemi marrë informacionin nga policia që gjithmonë gjenden pra dhe automjetet të djegura të dyshuara të përdorur nga autorët, por deri në këtë moment kanë kaluar disa 2 orë rreth nga ngjarja e rëndë dhe ende nuk kemi informacion nga policia nëse janë gjetur automjetet të djegura për të dyshuar të përdorur nga autorët lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Sa i përket veprimeve të para hetimore nga policia e shtetit, në fakt policia ka mbërritur pas disa minutash pasi ka ndodhur atentati, kishte rreth 15 minuta pasi kishte ndodhur ngjarja e rëndë, policia ka mbërritur me vonesë. Madje ky personazh, pra viktima Krishnik Mujeci, është një personazh i njohur për policinë e Lezhës për shkak se ka pasur konflikte të vazhdueshme. Ndërkohë e përmendë për gjatë raportimit se viktima është i njohur për policinë, po në të njëjtën kohë edhe për atë çfarë ka pasqyruar ndër vite. Si u mor vesh historiku, se që në momentin e parë që u mor vesh ngjarja, menjëherë doli historia e tij. Po Adelina, në fakt viktima e atentatit të sotëm, 39 vjeçari Krishnik Mujeci, pra është një personazh i njohur për drejtësinë shqiptare dhe për policinë e shtetit, pasi në vitin 2016 bëri buj vrasja e Genc Mhillit dhe pas ngjarjes pra viktima e atentatit të sotëm arrestuar së bashku me vëllain e tij dhe së kohë ai u njoh si një personazh pra për policinë e shtetit i skeduar edhe më parë edhe për ngjarje të tjera, pasi dyshohet pra që ky personazh pra është një person i skeduar për policinë e shtetit dhe për këtë arsye pra ka qenë i skeduar dhe i vëzhguar i monitoruar gjithmonë nga policia e shtetit dhe i përfshirë dhe në aktivitete të tjera të palishme, jo vetëm në konflikte, por edhe në fushën e narkotikëve. Dyshohet edhe kjo pistë është e fortë dhe po hetohet nga grupi hetimor si shkak i kësaj ngjarje të rëndë, por shëndeheret për të folur pasi ngjarja sa pa ndodhur, pritet të merren në pyetje edhe persona të tjerë lidhur me ngjarjen. Informacioni i fundit që ka marrë pra nga grupi hetimor është fakti që ditën e sotme viktima ka qenë së bashku me bashortën e tij në ambientet e një lokali dhe pasi kanë lëvizur pra nga ky lokal ku kanë drekuar ditën e sotme, autorët i kanë zënë prit duke e qelluar me breshëri plumbas, çka tregon që autorët kanë pasur informacion dhe kanë vëzhguar lëvizjet e viktimës jo vetëm ditën e sotme, por edhe më parë dhe atentati ka qenë i mirë organizuar dhe mirë menduar me qëllim pra eliminimin e 39 vjeçarit pra Krishnik Mujeci. Sipas informacioneve paraprake nga policia dhe informacioneve të marra nga njerëz të afër dhe familjar të viktimës, kanë deklaruar që 39 vjeçari Krishnik Mujeci lëvizte i lirshëm dhe i shoqëruar me të shoqen e tij, pra ai nuk i druaj dhe nuk i ruaj një atentati, madje dhe automjeti me të cilën lëvizte nuk është një automjet i blinduar, një Audi Q7 që nuk është pra automjet i blinduar dhe sipas informacioneve të deritanishme, sipas policisë së Lezhës dhe hetimeve të kryera nga grupi hetimor, ende nuk ka një pistë konkrete dhe të qartë lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Deri në këtë moment po vijon qyrja e vendit të ngjarjes dhe sekuestrimi të gjithë kamerave të sigurisë me qëllim fillimisht identifikimin e automjeteve të dyshuara, 2 automjete të përdorur pra nga autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Kanë qenë duke drekuar dhe ndërkohë dim që vendngjarja është afër banesës së tyre. Mendohet të jenë duke u vëzhguar prej kohësh tashmë? Po Adelina, në fakt siç e bëm të ditur edhe më parë, sipas informacioneve nga hetuesit, ditën e sotme 39 vjeçari dhe bashortja e tij kanë qenë duke drekuar në një restorant dhe autorët i kanë vëzhguar që në momentin që kanë dalë nga ambientet e lokalit dhe dyshohet që kanë qenë drejtuar në drejtim të banesës së tyre, pasi pra vendi i ngjarjes me banesën e 39 vjeçarit është pak minuta larg pra në fshatin Balldret, njësitë administrative të Torovicës, pra ku banonte edhe 39 vjeçari dhe prandaj hetuesit kanë dyshime të forta që viktima e sotme ka pasur ditë që vëzhgohet dhe monitorohet pra nga autorët e dyshuar të këtij atentati të rëndë. Sa kaq policia thej që erdhi me vonesë, ka pasur një reagim zyrtar nga policia e shtetit? Po Adelina, në fakt ka pasur një reagim zyrtar nga policia e Lezhës, e cila deklaron në njoftimin e saj zyrtar se në dalje të fshatit të Balldren në Lezhë, pra në rrugën Balldren-Torovic, në rrethanën e të paqarta gjatë lëvizjes me automjet të shqylluar me armë zjarri pra në drejtim të automjetit që drejtohej nga Krishnik Mujeci dhe pasagjeri ishte bashortja e tij, të cilët të dy kanë humbur jetën në vendngjarje, njofton zyrtarisht policia e shtetit. Sipas tyre, shërbimet e policisë pasi kanë marrë njoftimin kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe vijojnë kontrolle
ndodhet në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorëve, por siç ndodh gjithmonë rëndom në çdo ngjarje kriminale, çdo patrull, pra çdo postoblok i ngritur nga policia e shtetit, në asnjë rast nuk ka ndodhur të ndaloj pra autorët e dyshuar të ngjarjes. Mëtej policia njofton se është ngritur një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurisë së Lezhës për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Para pak minutash madje nga vendi i ngjarjes ka dhënë një deklaratë drejtori i komanduar i qarkut të policisë së Lezhës, Arben Isufi, i cili ka deklaruar se policia përkryen veprimet e para hetimore me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje, ku një nga pistat që po hetohet është ajo e hakmarrjes, edhe pse ngjarja sapo ka ndodhur dhe policia ende nuk ka prova të rëndësishme për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Në fakt, pas dorëheqjes së drejtorit të policisë së Lezhës Histori Islami, rreth 4 ditë më parë në qytetin e Lezhës ka pasur ngjarje të njëpasnjëshme të rënda, ku 2 ditë më parë pati dhe një përplasje me armë zjarri në afërsitë të një karburanti pra në Kurbin, por fatmirësisht pa viktima, madje edhe në orat e vona të mbrëmjes së djeshme pati edhe një aksident të rënd ku humbën jetën bab e bi, dhe ditën e sotme pra në mesditë rreth orës 14:50 ndodhi edhe një atentat shumë i rënd, pra ku ekzekutuan burrë e grua teksa lëviznin pra me makinën e tyre për të shkuar drejt banesës pasi kishin treguar në një lokal, çka tregon se rendet e siguria në këtë qytet pra po cënohet ndjeshëm, pasi ngjarja Adelina ka ndodhur në një rrugë dhe në një zonë ku lëvizin dhe qytetarë dhe banorë të zonës, të cilët fatmirësisht nuk kanë qenë të pranishëm, ku ka ndodhur ngjarje e rëndë, ku të ngjarje të tjera shumë të rënda, ku ka ndodhur atentate, ku dhe të pafajshëm pra kanë rënë prej këtyre atentateve dhe janë shënuar viktima të pafajshme. Kujtojmë ngjarjen e masakrës së Dobraçit, ku vranë çifti bashkëshortëve basha, të cilët po lëviznin me motor pra në zonën ku banonin. Edhe në ngjarjen e ditës së sotme fatmirësisht nuk ka pasur edhe banorë të zonës që nuk kanë qenë duke lëvizur pra pranë vendit të ngjarjes, siç duhet nga pamjet dhe për drejta, atentati ka ndodhur në mes të rrugës ku makinës së viktimës i është bërë prit dhe shëlluar me breshëri plumbash.